Titujt kryesor të gazetave e premte 8 korrik 2016, Gazeta Panorama, zbulohet propozimi, BE kërkon legalizimin e prostitucionit në Shqipëri. Misioni BE në Tiranë Euralius propozon heqjen e neneve që dënojnë prostitucionin nga kodi penal, jo burg atyre që ushtrojnë padhun. Edi Rama rrëfen vitet në Paris dhe debatet me baban. Merita e tij që u bëra njeri i lirë. Intervista, kryeministri tregon për fëmijërinë dhe pikturat, për të studiuar në lice fitoi kokra e lotit tim. Letra për deputetët, Lu koha për votimin e reformës në drejtësi. Zoga i letër e rrallë, moment i ri në marrëdhëniet me SBA-n. Operacioni me dejan amerikane, trafik heroine nga Turqia në Shqipëri, emrat e biznesmenëve të arrestuar. Takimet Basha me liderin grek të opozitës, hiqni ligjin e luftës. Ditari i profesorit Plumbi si ndalova metën të krijonte parti të re në nëntor 96. SMS kërcënuese Alfred Pezës gjobitet 45 vjeçari. Kush e informon opinionin për Shqipërinë Euro 2016? Partneriteti strategjik me SBA-n zgjedhje e mençur. Gazeta Shekulli, rikthehet importi i plerave, projekt ligji 3 deputet të majt kërkojnë importimin e mbetjeve nga vendet fqinje. Industria e riciklimit, argumenti kryesor për miratimin e ligjit që është refuzuar 2 herë. Pse e majta ndroi qëndrim pas 3 vitesh? Deputeti Eduard Çalci, riciklimi po dështon, kërkesa është e përligjur. Berisha peshon euro të rinasit, ishin 85 kg, ish kryeministri akuzon qeverinë dhe bankat se kanë bashkëpunuar. Çuku kërkon që rinasit i besohet policisë së shtetit. Trafiku i drogës, arrestohen biznesmenët e ndërtimit. Ambientalistët, Kozara Kati, referendum nëse qeveria nuk të riqet. Tiranë nuk shkryente dot borxhin 400 euro, la peng makinën e motrës. Letra, PD-ja refuzon ofertën tjetër të ambasadorit Lu. Mishi huaj në hund, sindikon dieta dhe stili jetesës. Historiografia turke e cilëson Stërbeun si tradhtar. Euro 2016 thyen gjermanët, finale e madhe France-Portugali. Gazeta shqiptare, letra e Donald Lu, vot reformës edhe pa konsensus. Ambasadori i SBA-s, Venecia nuk i përmend kurrë vendet e rezervuara. Apeli për deputetët, ndikimi politik minon drejtësinë, miratojeni më 21 korrik. Berisha Ramës, prano propozimin e PD-s, mundësi për konsensus. Përgjigja nuk ka asgjë të re. Operacioni Ballkan në 6 shtete, pranë nga 14 shqiptarëve, 2 në kërkim. Trafiku i heroinës, arrestohen 3 ndërtues dhe 1 pronar hoteli. Pensionet para vitit 94, procedura për njohjen e dosjeve që kanë probleme. Zgjedhje e mençur, partneriteti me SBA-n. Mos e shpallni non grata historianin turk. Basha në Greqi, anullimi i ligjit të luftës, impakt pozitiv mes nesh. Kërkesa e kreut të PD-s në takimet në Athinë. Brau i çon letër Tahirit, informo për masat që u morën në Rinas. U dënuam 9.8 vite burg për vjedhje banke, duam drejtësi. Bashk Ballkani vizionar, iniciativa e kryegjyshit botror. Shqiptarja.com, përgjimet e trafikantit dash 150.000 euro për të larguar prokurorin. Trafiku i heroinës, shkatrohet grupi i biznesmenit Jurgen Molla që trafikonte sasi të mëdha droge. Paratë e drogës investoheshin në ndërtime dhe hotele në Shqipëri. Nga përgjimet e kreut të bandës që trafikonte drogë, zbulohet se krimi organizuar me pagesa të majme ka fuqitë për të emëruar dhe lëvizur prokurorët në vend. 2 biseda telefonike me nënën e korrierit Prengat për transferimin e prokurorit Anton Martini. SBA akuzon PD-n për minimin e drejtësisë. Shuplak Bashës, letra e pazakon të Lu deputetëve, votoni pa kompromis. Berisha i përgjigjet Lu, propozimi ynë garanton drejtësitë pavarur. Rama, tani PD po na propozon vende të blinduara. Reforma s'ka vlerë pa vetingun dhe ndërkombëtarët. Reforma në drejtësi, SBA BE marrin në dorë byron e hetimit, ekspert amerikan dhe evropian për monitorimin e strukturës që do hetojë njerëzit e drejtësisë dhe të politikës. Franca akmerret ndaj Gjermanisë, tani në finale me Portugalin. Nga bilishti në Dragostun, gurët që do përdoren për sheshin Skënderbej. Zgjedhje e mençur, partneriteti strategjik me SBA-n. Gazeta Tema, Donald Lu ju shkruan deputetëve, nëse nuk e votoni reformën, Shqipëria kthehet në kërcënim për SBA-n. Editorial nga Merobaze, Rama, Meta dhe Basha përballë perëndimit, me Sila Doda, mos votoni për hir të Zotit dhe familjeve tuaja. Jeffrey Sachs, përse ISIS po e ruan pushtetin. Public Enemy, Lulzim Basha dhe Aksi Arjan Çani. Goditet grupi biznesmenëve të ndërtimit në Tiranë që trafikonin drogë, ja emrat e të arrestuarve. Biznesi i drejtësisë, gjyqtarët e karrierës në Shqipëri pesfishuan pasurinë në 10 vite. Ajtanga Lubonja po vdes në një dhomë të mirë konvikti me ilaçe të skaduara. Juristi Lulzim Basha që e mban diplomën në frigorifer. Antena brenda familjes, deputetja Seksi e Cerrikut i shkruan Lu, pse nuk takoni edhe deputetet beqare. Pyetja e Bashës që bëri të qeshin me lot deputetët e PD-s. Gazeta Dita, Plera, prap, nisma e çuditshme e 3 deputetëve të majt, cilët janë dhe pse kërkojnë importin e mbetjeve, ndalimi i plerave, veprimi i parë i qeverisë Rama. Ç'po ndodh sot? Projekt ligji i 3 deputetëve, pse ata argumentojnë riktimin e importit të mbetjeve? Ç'mendon qeveria? Pse aktivisti Lavdosh Feruni mendon se ka një skenar dhe se shoqëria civile mund ta riaktivizojë referendumin? Fitoria e trisht dhe e vetmuar Ina Ramës, Zenepe Luka, vendimi i apelit administrativ, pse KLD e la rrugëve ish kryeprokuroren që tentoi të bëjë detyrën.
Donald Lu letër të hapur për deputetët, asnjë shenjë akordi. Për Palaçot Siristani që na duan si Siria, Basha Bakojanis kthim në vendin e krimit. Gastroenteritit e fëmijët bëni kujdes me ilaçet. Shqiptari i parë në motosport i lutet nishanit për pasaport. Kush është argëtimi nga Kërçova që do të garoj Kuqezi? Pëllum Xhufi Çamëria, qendresa dhe rënja në pushtimin Osman. Mapo, letra e Lu për deputetët votojnë reformën edhe nëse nuk arrihet kompromisi. Hetimet edhe nga DEA, pra nga 7 personave 3 ndërtues financonin për drogën. Deputetët e majt heqjen e moratoriumit e kërkojnë për biznesin. Kujdesi dhe ushqyerja për të moshuarit në verë. Jepini popullit presidentin e tij. Borxhi i madh i shtetit shqiptar ndaj Margaret Macmillan. Spektakli identitar me Skënderbeun, pasuria e gjyqtarëve të apelit u shtua me $15 milion në 10 vjet. Porosit për Shqipërinë me një omazh për Michel Rocard. Shqip, Lu sqaron deputetët pse jemi kundër vendeve të rezervuara. Kushti i PDU, votojmë nëse hiqni nenin për martesat gay. Formula e PD-s, Rama propozimi ri avazi vjetër. Bravo Tahirit na informoi me shkrim për grabitje në Rinas. Ballkan godet mafin e ndërtimit. Arben Froku refuzon ekstradimin për në Shqipëri. Siguria te Nën Tereza ligji bën përgjegjëse 2 ministrit. Plazhet paroje bregdetare 40 të trajnuar janë pa punë. Shqiptarët barin dhe kafshët. Franca mund Gjermaninë në finale me Portugalin. Maklena Nika të udhtosh dhe të reflektosh me Kazancakin. Telegraf, eksporti milionave nga aeroporti i Rinasit, grabitja e fundit nxjerr në shesh skandalin Tronditës ku për 15 vjet janë kryer 672 eksporte milionash në euro dhe dollar nga oligarkia te krimi, që dominojnë edhe partitë kryesore, materiali ekskluziv. Rrëfimi i panjohuri Novruz Bajramaj, kur baba im shërbente si sekretar personal i Ali Aslanit, si ruajte me fanatizëm koltuqjet e Romano Prodit dhe shishet e zbrazura të xhinit të kryeministrit socialist. Apeli amerikan, ambasadori i SBA-s, letër publike për gjithë deputetët, votoni reformën në drejtësi. Lideri demokrat në Greqi, Lulzim Basha, me liderët kryesor në Athinë, hiqeni sa më parë ligjin e luftës me Shqipërinë. Kryeministri i Jugut, Kurthi i PS-s dhe i PDU-s kundër drejtorit të DSHP-s në qytetin e Sarandës. Hajdutët pajisen me aparate kërkimi për monedha dhe bizhuteri. Grabisit e shtëpive me pajisje të sofistikuara zbulojnë nëpërmjet sinjaleve nga korridoret e pallateve sendet me vlerë si bizhuteri, unaza, ora të shtrenjta monedha. Standard nga Ngërçi në bllokim, s'ka dritë në fund të tunelit, propozimi i ri i PD-s refuzohet nga PS. Misteri liçenit Shkopet nga ku çdo ditë nxirret një makinë zhytur, dyshimet për mjetet përdorura për vrasje dhe grabitje. Vizita në Greqi, Basha, anullimi i ligjit të luftës do të ketë impakt pozitiv mes dy vendeve. Batutat në kuvend, Berisha Aritos kushërir pyet Bilalin që janë krimet e pasionit të Ramës. Importi i mbetjeve, ligji i shfuqizuar nga qeveria rikthehet nga 3 deputet të majorancës. Grabitja në aeroport, dosja Rinas i kalon krimeve të rënda, ish kryeministri u vodhën 20 milion euro. Ndërmjetësimi për konfliktet Manjani shërbimit futet edhe në komisariatet policore. Banda e trafikut të drogës arrestohen 30 persona në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Banka e Shqipërisë ul normën e interesit, bankat shtrejtojnë kredin. Problematikat në QSUT nga mungesa e restaurimeve te kushtet higjienike dhe lagështia. 55. Rama varrosi reformën në drejtësi. Berisha Rinasin e vodhi banda qeveritare, po shndrohemi në protektorat të mafias. Gonore qeveria, Bylyk Bashi, vendet e rezervuara një propozimi misioneve Obdat dhe Euralius. Qeveria plan për të zhdukur parkun e liçenit, do ndërtohen parkingje, klube dhe një kull. Basha të anullohet ligji i luftës me Shqipërinë. Bujar Leskaj, partneriteti me botën akademike forcon luftën e KLSH-s kundër korrupsionit. Cezar Ivanescu, amaneti poetit, NATO dhe Europa lindore mes bashkëpunimit dhe Brexit. Letrat e para të emigrantëve të dërguara në Shqipëri. Koajon, Lu sulmon hapur, PD i kthen reston. Ikën Gjermania dhe finalja është Francë-Portugali. E sigurt, zgjedhjet e parakohshme janë të dera. Për Shqipërinë zgjedhje e mençur partneriteti strategjik me SBA-t. Drejtësia e shqiptarëve pengi një pakice të majt djathtë. Drejtësia do të jetë e pavarur kur të eliminohen lidhjet e partive me gjyqtarët. Donald Lu votoni reformën edhe nëse nuk arrihet konsensus. Edi Rama, propozimi i PD-s kalon vijën e kuqe. Prokuroria e Kryes të Riqet delegon në Rinasin te krimet e rënda. Bravo letër Tahirit na tregon çfarë ndodhi në Rinas. Biznesmenët e ndërtimit në trafikun e drogës 14 arrestuar. Sali Berisha, majoranca e dominuar nga krimi. Sot, Edi Rama rrëzon konsensusin për reformën vendit drejt zgjedhjeve, kryeministri 3 orë kok më kok me Ilir Metën për zgjidhjen e krizës. Debatin e kuvend për reformën në drejtësi, PD zbart 4 emrat që nuk i do në sistemin gjyqësor. Majoranca në krizë numrash për reformën, PDU dhe Ndoca i deklarojnë vot kundër, lobimtë e deputetët mos pranojnë martesat gay. Donald Lu nxit pazaret me reformën në drejtësi, letër deputetëve të votojnë draftin edhe nëse nuk ka konsensus, sulmon sërish PD-n. Dokumenti ja biseda që Ahmet Zogu zhvilloi me agentin e CIA-s, planifikonte një sulm me 10.000 persona ndaj regjimit komunist. Tito refuzoi të bashkëpunonte me të, Enver Hoxha konfliktet ashpra me Mehmet Sheun. Deputetët dhe shoqëria civile kundër importit të mbetjeve paralajmërojnë protesta dhe kërkesa për referendum. Shqipëria s'plotson asnjë kusht. Grabitja në Rinas shtetëron konfliktin PS-LSI. Spartak Brau i kërkon sqarime Sajmir Tahirit, Luan Rama shpërthen ndaj deputetëve socialistë.
Flerizimi i Shqipërisë dhe vdekja e ambientalistëve. Majoranca në Pikjat zbret në 69 vota në kuvend. Deputetët socialistë nuk i binden urdhrave të Ruçit dhe Ramës. Mafia e bankave triumfon në kodin e procedurës civile, qytetarët humbin të drejtën për të mbrojtur në gjykata, pasuria e tyre në ankande me çmime skandaloze. Dea dhe Selek shkundin Ballkanin, 30 arrestuar për trafik droge, 23 të tjerë në kërkim. RD, tersi i reformës, refuzon çdo propozim të opozitës i cili nuk e lejon të ketë në duart e tij kontrollin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. FBI për gruan e Bilalit, ai përdorët ju dhe gruaja juaj këto $80,000 për të blerë 2 çeqe bankare me emrin tuaj dhe të gruas suaj? Basha në Greqi kërkon intensifikim të marrëdhënieve, ndosaj nuk votoi reformën pa konsensus me opozitën. Edhe PDU vot kundër draftit të Ramës për reformën. Grabitja 20 milion euro, Rama i fshihet kuvendit. Më me lezet Shalc. Policia sekuestron dokumentat e policisë, nenet që ngarkojnë direkt me përgjegjësi Tahirin për grabitje në Rinas. Sport Express, Gjermania kaput, Franca ndjek traditën në finale si zot shtëpie. Gjelat në poshtin 2-0 Gjermani në velodrom me dopje të Griezmannit dhe më 10 korrik sfidojnë Portugalin për trofeun. Në 3 turne në shtëpi ata gjithnjë kanë luajtur deri në fund. Europa League, heroizëm në Malnezi, Guri kalon Kuksin në turin tjetër. Ska historinë Almaty, Kairat dërmon Teutën. Test evropian Slovan mund Partizanin në miqësoren e të fituarve. Paradoksi i FSHF-s pret të gjykojë Skënderbeun për ndeshjet e Europës, dënimi i kampionëve. Tirana kërkon dëm shpërblim për përjashtimin. Taka i garanton s'do zhzohemi do të forcohemi. Panorama Sport, rrezikohet titulli, FSHF çon Skënderbeun e etik. Sekretari Shulku mbeten kampionët në fuqi për të t'i kërkojë UEFA-s të na sjellë raportin. Takaj në kundërsulm, nëse lëviz mali i Moravës mund të na heqin titullin. Partizani merr një bomber sloven për Championsin. FSHF humor me një skandal. Kuksi fantastik kualifikohet me 10 veta. Griezmann dënon gjermanët, Franca është në finale. Neuer dërmuar, rezultati pa drejt, penalltia u dha frym. Lëv, Franca e meritoi do fitojë Europianin. Finalistët i kemi mundur të 2 por ndodh rrallë. De Biazi, finalistët i kemi mundur të 2 por ndodh rrallë. Teuta dështon me kazakët, pson 5 gola.